Tashmë, si që të regova, më gjeni tek kuzhina, tek pjesa ku i mbledh gjithë familjen, sepse shia edhe aroma gjithmonë të bën me kalu ka kuzhina gjithmonë. Kësa here përdu me ju njoftu me një kuzhinjer që 15 vite dhe bëhet fjalë për Ylber Heda. Mirë se erdhe Ylber në Edjela Vlen, është knatësi që të kemi. Faleminderit për ftesën, mirë se vjen. Është gjithmonë knatësi, spari kisha lut me undi si shtëpinë tonë, si në kuzhinën tonë të punës, po edhe të shtëpisë, se besoj edhe në shtëpi nuk lojnë rahat. Jo, tu gatua. do të ka njëherë mu angazhu po dohet. Okej, unë para se të kalojmë tek receta që do ta bëjmë një recetë të shpejtë dhe shumë të shishme bashkë, që e praktikon besoj edhe në vendin ku je kuzhinjar, do doja që të falenderoj sponsorët e emisionit për të rikthyer pastaj edhe me njoftu shikuesit se çka kemi me përgatitur sot. Kënaqësi që të kemi sot këtu në Edjela Vlen. Këtë ambient të bukur në kuzhinën tonë e ka freskuar dhe i ka dhënë elegancë ngjyra e freski programit tonë, për çka dua ta falenderoj Mobilerin Locker. Mobilerin Locker e gjeni në 5 tovë të vushtrisë, ndërsa edhe mund ta kontaktoni përmes rrjeteve sociale dhe mund të shihni modele të ndryshme të bukura të kuzhinës. Kur jemi te falënderime, dua që të falenderoj edhe Kolegjin AB, që është institucioni më i madh jo publik në trojet shqiptare, tashmë 2 dekada e gjysmë. AB është lider i pakontestuar në sistemin e arsimit të lartë në vend dhe jo vetëm. Mos harrojmë më të rëndësishmën që të gjithë maturantët që dëshirojnë të regjistrohen në vitin akademik 2025-26, afati për regjistrim është i hapur dhe ju pret një super eksperiencë në Kolegjin AB. Dua të kalojmë edhe tek BSK, i ndërtuar mbi standarde evropiane. The British School of Kosova është institucion edukativo arsimor që ofron nxënësve shkollimin bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Gjithashtu, në BSK tashmë edhe mund ta gjeni edhe drejtimin e ri që është ai i programimit. Për mbështetjen e emisionit e Edjela Vlen, dua që të falenderojmë gjithashtu edhe Pri Bank. Kur kalojmë tek jeta, pa ujë nuk ka jetë. E më i miri pa dyshim që është ujë rrugove. Vizioni i kompanisë rrugove është që të sjellë natyrën e gjetur në bjeshkët e rrugovës, brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj, përmes produkteve natyrale dhe teje të shëndetshme, prodhuar pikërisht në zemrën e rajonit të rrugovës në Kosovë, gjithmonë në partneritet me komunitetin Rrugovas. E pifshi për shnet. Kalojmë tek shija dhe kualiteti, janë pijet natyral 100% që përmbajnë 0% sheqer të shtuar, duke ofruar një shije freskuse dhe të shëndetshme, që është vërtet e pakrahasueshme. E për t'i dhënë gatimet tona, për t'i bërë në fakt gatimet tona edhe më të shishme, kujdeset Viva Fresh Store. Aty gjejmë gjithmonë pemë dhe perime të freskëta, të pasura me shije dhe vitamina. Çdo produkt është i kultivuar me përkushtim nga fermerët vendor, për t'i sjellë freski dhe shije natyrale çdo receteje. Për më shumë shije dhe freski në tavolinet tuaja, definitivisht vizitojeni Viva Fresh Store dhe gjeni gjithçka që ju nevojitet për gatimet e juaja. Për ofertat të ndryshme, sigurisht që mund të ndiqni edhe në rrjetet sociale Viva Fresh Store. Ylber, çka kime na përgatit sot? Për sot kam bërë plan një gjok spule i mbushur me domate dhe djathë, pak me pesto sos, erëza të ndryshme, pjekmin e tigan dhe e shoqërojmë. Kjo pesto sos që është ngjyrë kafe është me diçka tjetër? Ka dhe përbërës bazilik. Të tjerë, bazilik, ulleo ose kikirik. Ka diçka përbashkën ta dhe shoqërojna me perimet freskëta. Për sot diçka tjetër. Do me thonë speca me ngjyrë që janë këto specat e verdh portokalli. Po domate e zezë, urdhë freskët dhe domatin. Perfekt. Edhe djath, vaj ulliri. Brenda kena vaj ulliri dhe erëzat në ndryshme. Biber zi, veget, krep, biber me fara. Okej, e nisim. Se sa vite je kuzhinjer, Ylber? Afërsisht 15. 15 vite. Si lindi pasioni për kuzhinën, Ylber? Para 15 vite, tashmë e kuptuam, po si lindi duke... Rasisht, hajt me punu diçka dhe nisi më pëlqy ideja. E ke pas pasion edhe në shtëpi, a? Në shtëpi kam punu pa ka shumë, po ajo punë nuk janë të shumë të rëndësishme, po në restoran kema ndryshe. Po. A nuk është njëjtë si me gatu në shtëpi si në restoran? Presioni, definitivisht presion më shumë. Zdina, nanat, e ndjejmë presionin nga familjarët e tjerë, zakonisht kur bojmë presion për ushqim, au bogati, mundohemi me ngut, qysh është ai presioni i klientave, unë as pak nuk ma vermenja. Sigurisht është shumë e lodhshme. E vështirë, e mënendshme, po pa tjetër të shminejt gati mishterive, ato për që vinë me hangër, edhe të mi dhonë gaz me fushqip, rejt.
Do me thonë, e lëtëm me pesto, Me pesto, me erza, me erza, tomatine dhe djath. Po. Dhe mbyllim, përse i kena me bulu me erza për mi. Po. Ka kërkojnë ma shumë shqiptarët në përgjithësi, Vendin ku jam one, avolinat e tyne. Bashkë më intereson me ditë, posta, pizza, mishna, na salata. era italian, kështu këgja. Po, kena nisë po bon ka pak. Po nga kuzhina jonë, për shembull, recetat tona, cili ushqim është që të pëlqen? Tava, brumra, Pogoqe, pogače. jo, no, që kem tradicion. Pogoqe gjizë. Se mo me këto i në angimojnë, apo... Nejse, pogače është diçka shumë e shishme që bile pas në haru me përmen me përgadit një pogače në herë, pse jo? Me tashme që është koha edhe e turshive, specave turshi, shkon shumë. Veç me djatë edhe speca turshi, qaq. S'ka nevoj ma shumë, edhe një qaj. Qaj zi. Qaj të zi. Sa minuta e merë kjo recet, prapërsisht? Me përgatit 3 minuta 4, 7-8 mas shumë të jemi pjek, me përfundu 15 veç të të më servu. E problemin që kanë klientat, a është që ngutën me ushqim? Po, gjithëherë jam për gut, Edhe kanë ardhur për qep me hongër edhe për po gut. gjithëherë për të porosia ushqimit jam për gut, s'ka shumë kohë dhe do të sa ma shpejt një po dhe mirë dhe shpejt, dhe më nemshme. Mos je bojna me qef, apet. Po, definitivisht. Kuzhina veç me qef bohët, Me qef, duket, po. se nëse nuk të pëlqen, nuk i as qka lyp aty. Ja, që ashtë nuk shku me dhe dashtë punë, me volante dhe mës në prejtu. A ke barën edhe në shtëpi për me i përgadit? U më shtin ka njëherë, po bëllë pritaj, po do të ka njëherë që një më shi. A ka stres puna e kuzhinjerit? Po i flasim atë stresin po edhe në fund, kur të qënë pjatën, a i ka pëlqy... Të rrenë me atë mene që kur po këthejet pjota, qysh po këthejet pjota, e ka hongër, qka tha, i pëlqej, o që janë neve në knasht, të në E kom drejt një gjatë që e kanë bezdi shumë kuzhinjerat me bo me u këthy Po, diçka. të nëmë, pëse se hangër kejtë, që ashtë tonë Nashta së konë unë qaj, shumë. Nashta se ka, po, bedit pak të në ka thonë diçka me ditë, jo mirë, ka në qaj, po në vini, vish mirë Me thonë këto mendimet, kritikat e njerëzve shërbejnë, Po, absolut, edhe me tregu nëse diçka së konë regull. Po, te dembele ku ke mujt me gabu diçka dhe për me, për misë. Sa e keni bezdi mu përzi pak të ushqime? Ka gjë më nemë. Shilu t'i kosh, ja bana qështoj, shko ma mirë. Ja që i kryp ma shumë, jo pjekje ma shumë. Me e shka, se në karo, mo, që Sovjet. Ane, kur të vesë, mi banë me ngu e din, gojna digan kur të vesë, a mu më në përzi pa e vetë. Krejt në fakt punët e tona, s'kena qef me na i ditë kërkush edhe me na pytë sene që si u takon. A ke mendu në njerë që t'ka shku mundi poshtë? Ka fost nështë ta ma herët, ku ka shku mundi poshtë, s'pa ka ditë, se ndërsu. Qka duhet me pas një restoran i mirë, përveç normal kuzhinjerin e mirë e pastërti në nivel, qka duhet me pas një restoran i mirë, një kuzhinjer? Gjdo herë më konë më përqeshje e mirë, me prit mirë se të ka për qef. Nëse da një kafe e pen, apo një sakë në shim, ti dështë njejtë për se cilën në usilë. Po. Jo e ka hangër, biftek, për shkej për e të kishe. Kë ka pi një kafe, s'pi foli, jo njejtë. Po, duhet me logarit që janë të gjithë barabartë edhe të njejtë. Janë ajo mishteria, i mishteri kë. Edhe sot ka orë kafe me pi, njëse vjetë biftek, njëse vjetë me kitë familjen, vjetë aba një dorësëm, njëse, edhe qështu funksionan. Ajna është ta që po pinë kafe, ka ardhë me vëzhgu, me pa qka mundët me... Nuk e dena, ma ty dështë me bo tonën, me respektu. Kur e përmende respektin dhe pritjen, mikpritjen, më ranë dërmend kamarjerat që shumica prej tyre dorën zemër, na po jetojmë Kosovë dhe e dim se sa me vështirësi e bëjnë këtë punë, sa din me usil nga njëherë me arogancë, me dembeli. Sa ndikon kjo për shembull tek ti që mundosh me mishë me shpirt, me përgadit një pjatë me shumë dashuri edhe shumë mirë dhe e servon kamarjeri në mënyrë arrogante. Pa mundet me ndiku kjo, për shembull, se kjo është zinxhir. Po, kjo, këtë mundin ta qëtë pasht. Je trushe e bo, po, mundin të trushe e bo për me bo një pjotë sa ma të mirë, me dollë të mishëtëria shumë mirë, më kënë këtë knasht. Del kolega e të shamale, me sjellje e të këshia,
Ka shku e ka përplas për tavolinë e pjotën edhe... Ka ndodhë kjo? Ndodhë ndonjëherë? Ka ndodhë, ma herët ka posë, po tash janë vedisu, ka gja mirë, di kamarerat janë serioza, shërbej mirë, prisin mirë, aty ku jam ato foli, në rregull njerë. A ma herët kun posë, si rase dhe më thonë ti dëshprohesh me njëherë. Është shumë thonë që ke bon kuzhinë. Po. Ose ka prej kamarerave që edhe harrojnë krejt porosin. Dova, ja. Qysh reagon këtë rast? Ku ke ma herët o gotë, se e kom harro, gotë, sa me botar të Të zhurmat e kuzhinës që janë... Kështu kolegën. Zakonisht mishin na shqiptarët e duam këgjat pjekun, edhe të reshkun, sa e preferon ti për shembull biftekun? Gjys. Gjys? Gjys. Qështu edhe shio të haut ma mirë të krejtë. Ja me lan pak në furë, që ta? Apo në furë, okej. A i kena lëshu furën para prakisht? Po, kena lëshu. Cila është arsyeja që vendoset në furë? Edhe mrena piqët, zbutët edhe bëhet me i sheshëm. Po, okej. Dhe që dhe pjesën e jashtë me kena pjek, na të vinë edhe e mrenshme edhe mbaran. Po, perimet në duket veç se janë Janë gati. përfundu, mujnë në 10 minutë. Sa duhet me qëndru në furë? Një 7 minuta, po. 7 minuta. Okej. Janë gati, në servohë që prisë dhe ishën mbaran. Kemi edhe dorzat, viva fresh, kështu që besoj pula është gati. Po pa tjetër tash më të me servu, është në rregull. Para arome. Jo, saj. Po tu ta shumë, se a ke pa instinktivisht habitesh në anën tjetër. Ka ndodhë në kuzhinën teme, mu. Jene në rregull. është edhe perimet do t'i servaj, Po? edhe gjokësin përmi perime dhe baran pjota. Është recet që e praktikon kështu në menjën tënde? Çdo ditë. Është shumë e mirë, e thjesht më bon dhe shumë e sheshme. Edhe kur zgjedh pulën, gjoksin e pulës, mishin e bardh, definitivisht nuk gabon. Është zgjedhja kështu që s'ki nevoj me mendu heq. Nuk më shenë dur të berë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kjo është pjata që Ylber Heda sot nga ka sjell, një kuzhinier shumë i njohur në vendin ku punon dhe vepron. Njerëzit e duan shumë, kam dëgjuar shumë fjalë të mira, duke të komplimentuar për ushqimin tënd, andaj edhe na ke rënë sy edhe kemi pas çaf me pas sot në Edira Vlen. Është kënaqësi gjithmonë që të kemi, është një pjatë shumë e thjeshtë, por shumë e bukur për të parë, me shumë vitamina. E dim mishi i bardh i pulës sa proteina ka, sa i shëndetshëm është, e gjithashtu i pasuruar me perime të ndryshme që ka ngjyra shumë, e kur ka ngjyra shumë, aty ku ka ngjyra ka vitamina. Kjo është e rëndësishme. Unë po e provoj pak, si që do tradita, po e di që është shumë e nxehtë. Kogja problem. Unë zakonisht edhe kur shkoj në restoran, Ylber nuk e marrë me njëherë ushimin me ngranë, sepse pres pak me uftof, për shkak që i dim pasojat mandej. Po, është e letë më po, dhe jeshme më po dhe sheshme. Herën tjetër, na premtove mrapa kamerave që keni me përgadit përgadeca. Po pa tjetër, me shumë dashni. Kur djegësh një herë, thojnë, unë është mu djegë ma dytën herë, kështu që i frym pak ushqimit. Shumë e shishme. Definitivisht, diçka shumë e mirë, edhe si tash më herët nuk gabon nëse... Marrë që diçka prej pulës. Definitivt zgjedh diçka prej pulës. Ata të cilët nuk i duan ndoshta ushqimet e detit, sepse jo të gjithë duan peshkun ose karkalecat. Ashtë. Mërtyp në one, si ko me folë sot. Ylber knasi, faleminderit shumë që të kishim në Edira Vlen. Shpresoj në bashkëpunime të tjera, edhe mirë se vjen, je mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit shumë, mirë pofsh, mirë zatë mirë. Knasi.
E djela në fshat, këtë javë na qonë në zemër të natyrës, aty ku qetësia dhe mikpritja ndërturen në mënyrën më të bukur. Kësaj radhe ekipi jonë ishte në fshatin Vrell të Istogut, një vend me burime të kristalta, pamje mahnice dhe rrëfime që jetojnë në mes maleve dhe njerëzve të mirë e shumë punëtor. Për më tepër, ndiqeni këtë storje dhe kthehemi me pjesën tjetër të emisionit e Djela Vlen. Kënaqësi gjithmonë të jem me ju.